Avokat, a mendoni se SPAK përveç thirrjes në SPAK të Edi Ramës, por konkretisht edhe drejtësia shqiptare në raport me mbështetjen e ndërkombëtarëve mund të nisë një aksion të atill për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të politikanëve shqiptarë, duke nisur nga Edi Rama, duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë i kanë ngrirë $10 miliardë në Zvicër vetë Nicolas Maduros. Pra, a duhet filluar nga ky aksion goditja ndaj liderëve të korruptuar në këtë rast? Si praktik, prokuroria e posaçme kur nis një procedim penal për individ të saktuar që kanë lidhje korruptive e kështu me radhë, që janë funksionar ose ish funksionar publik, në 90% të rasteve ajo nis bashkë me hetimin për të faktuar veprën penale, ata nisin dhe hetimin pasuror. Pra paralel nis dhe hetimi pasuror. Dhe duke bërë dhe hetimin, pra një hetim lidhur me gjendjen e pasurisë të paluajshme, padyshim që nëse do rezultoj se ka pasuri të paluajshme, do jeni të bindur që do jetë subjekt i hetimit dhe padyshim do jetë edhe subjekti në objektin e kërkesës për që mund të kërkohet një mas sigurimi për sekuestro e kështu me radhë. Kështu që kështu është ana procedurale nëse dikush një politikan hetohet edhe për gjendjen e tij pasurore, sepse fundit politikani prandaj hetohet për korrupsionin, për veprimet ose mos veprimet e tij që ka bërë ai në ushtrim të funksionit publik, dhe kështu që jam i mendimit se zoti Rama padyshim do ketë një hetim pasuror nëse do ketë një regjistrim procedimi penal ndaj tij. Mos harrojmë dhe diçka tjetër, duhet ta vëmë në vëmendje këtë. Zoti Rama është unikal në botë për sa i përket mënyrës se si ai jeton, jetën së luksit që ai bën, sepse ai është përfaqësuesi i një partie të majtë dhe presupozohet të filozofinë e të majtës marksiste, ose jo, po deshet, presupozohet që liderët e tyre janë liderë që janë shtrirënjësh me masat, janë liderë të cilët nuk jetojnë në luks, por jetojnë të barabartë me elektoratin e tyre, dhe ndërkohë ne na rezultojnë që në këtë Shqipërinë e varfër, në këtë Shqipërinë ku 60% e popullatës sipas Bankës Botërore janë në varfëri dhe 30% janë në varfëri ekstreme, jeton në saraje me vila në luksoze dhe me 5.000 metra sipërfaqe toke, dhe kjo bën që zoti Rama të padyshim prokuroria, nëse të regjistron procedimi penal, do të hetoj edhe për mënyrën jetën luksoze që ai ka shfaqur, nuk po hyj pastaj atyre akuzave të tjera, të cilët jo vera 33.000 euro, apo udhëtimet e tij me charter, apo udhëtimet e tij me avion të cilët ja dërgon Erdogani për çfarë për shërbim ja dërgon, këtë nuk e di, por pra padyshim që ai do jetohet rreth i tij familjar dhe bashkëshortja e tij që është kallëzuar në SPAK edhe nga për pasurinë e saj dhe nga zonja avokate e nderuar zonja Adriana Kalaja. Avokat, a mendoni se në rastin kur Edi Rama mund përballet me drejtësinë apo t'i hapen dosjet konkretisht nga SPAK-u, mund të shkohet drejt një qeverie teknike për cilën po flitet shumë tashmë, gjë e cila mund të menaxhojë vendin më pas për ta çuar atë drejt zgjedhjeve të parakohshme? Shiko, kjo qeverisë teknike më duket diçka e cila po hedhi në tregun mediatik që ne po diskutojmë tashmë, hidhet pikërisht nga vetë zoti Rama për të matur qëndrimin pulsin e shqiptarëve të elektoratit e kështu me radhë. Unë nuk besoj se zoti Rama do pranoj që i lër vendin një qeverie teknike. Ai është kapriçoz nga natyra dhe padyshim nuk do ta pranonte kur që ai të jetonte në Shqipëri në një qeveri teknike. Unë nuk e besoj këtë, më thënë, këto fjalë që janë hedhur në treg, por gjithsesi
Shqipëria nuk mund të arrijë kurrë, ose zoti Rama s'mund të arrijë kurrë në kushtet e Maduros që të rrëmbehet me natën nga forcat speciale. Në Shqipëria është vend e NATO-s dhe mjafton që një telefonat ose një mesazh telefonik nga ata të cilët e shikojnë Ramën si armiku kryesor i demokracisë dhe i lirive dhe drejtave të njeriut, flas këtu jo nga europianët, se europianët janë të gjithë korruptuar, burokracia e Belgjikës është tërësisht e korruptuar, është e korruptuar pikërisht edhe nga këta autokratët, nga Rama, nga Vučić e kështu me radhë. Unë mendoj se ndryshimi i madh do vi nga ata që sot e kanë marrë seriozisht ndryshimin e rregullave të lojës dhe kthimin në identitet të çdo vendi siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e mendoj që zoti Rama të gëzoj 83 mandatet që ai mendon se i ka me djersën e tij në kuptimin figurativ ose i ka marrë me merit. Mendoj dhe besoj që edhe Vučić mendonte se kishte fituar zgjedhjet në Serbi dhe ai pretendonte që kishte fituar me thellë ndaj opozitës, edhe Maduro thoshte mendonte se kishte fituar zgjedhjet thellë me opozitës, por zoti Rama nuk do jetë kurrë kushtet atyre sepse do largohet vetë. Dhe largimi i Ramës nuk do jetë largim i cili me dëshirën e tij, po do jetë me kërcënimin në kuptimin që ne s'kemi për ta mësuar kur si do jetë ai lloj presioni, por do jetë me padyshim i shtyrë nga Shtetet e Bashkuara. Çfarë pritet të ndodhë më 22 janar teksa gjykata kushtetuese do të marrë në shqyrtim në seancë të hapur çështjen e Belinda Pallukut nisur nga ankimi i Edi Ramës? Shiko, të them, nëse doni ta elaboroj këtë dhe juridikisht. Për SPAK-u nuk përbën asnjë lloj problemi. Po s'përbën asnjë lloj problemi, po fare problemi. Do me thënë deri në 22 janar mund të arrestojnë nëse merr miratimin nga kuvendi për heqjen e imunitetit. SPAK-u atë ka në hetim. Provat që i ka mbledhur, i ka administruar, padyshim që ajo kërkesa që është për pezullim është një kërkesë e bazuar tek dispozita përkatëse dhe ka nevojë të jemi koherent dhe korrekt, që ka nevojë padyshim për një qartësim nga gjykata kushtetuese dispozita në 222 kodit procedurës, që mos të kemi më të tilla si mund të themi konflikte juridike në të ardhmen dhe do jetë mirë që gjykata kushtetuese ta zgjidhë një herë për gjithmonë këtë histori. Duhet të sjell në vëmendjen tuaj që çështja ka kaluar në seancë plenare me një nga 8 antarë të gjykatës kushtetuese, 5 ka votuar pro dhe 3 kundër, që nesër ata 5 pro dhe 3 kundër mund të kthehet në anasjelltas dhe kështu që nuk i dihet se si mund të marri dhe çështja. Por mendoj që edhe sikur ajo të jap të drejtë zotit Rama, përsëri nuk do të ndryshoj asgjë te zonja Palluku sepse ata do vazhdojnë hetimet, do vazhdojnë kërkesat e tyre në komisionin parlamentar për mandatet, për heqjen e mandatit, dhe besoj se kjo çështje gjë nuk do ta pengoj fare SPAK-u që nesër të shtojë asaj një akuzë tjetër dhe të marrë qoftë edhe një mas tjetër. Mos harrojmë që deputeti arrestohet edhe kur është duke kryer një vepër penale në kushtet e flagrancës. Kështu që nuk e dim si mund të ndodhi nesër, mund të jetë në kushtet e flagrancës, mund të bëhet arrestime kështu me radhë. Nuk i dihet asnjëherë historisë çfarë mund të ndodhi në të ardhmen. Por kjo nuk e pengon SPAK-un që ndaj zonjës Palluku të vazhdojë dhe të thellojë hetimet dhe padyshim të shtojë edhe akuzat. Avokat, çfarë do të thotë rasti i Ergyes Agasit, i cili pothuajse kishte ndërtuar një shtet paralel dhe ndërkohë shërbente si koordinator mes Edi Ramës dhe krimit organizuar dhe nga ana tjetër kishte filmuar deputet, ministra apo drejtorë që shkonin në zyrën e tij? Zoti Agasi nuk ishte ndërtuar shtet paralel. Zoti Agasi është vetë shteti, sepse nëse shteti është i kriminuar në tërësi, nuk ka pse të ketë paralel, është vetë shteti. Pra, Zoti Agasi ishte vetë shteti. Kështu që ata që ishin në krye të Akshit apo kudo që kanë drejtuar institucionet kanë qenë fiktiv. Pra, kanë qenë aty emra të vendosur, fiktiv, por në fakt punën e kanë bërë të tjerët. Kështu që nuk shikoj këtu shtet paralel, ne mund ta quajmë kur shteti lufton krimin. Dhe shteti ka kapur një grup apo një organizatë kriminale e cila
vepron në kushtet e shtetit, pra në paralel me shtetin. Në rasti konkret, ne nuk kemi një luftë ndaj shtetit, ndaj këtyre, por kemi këta janë vetë shteti. Dhe në kushtet që këta janë vetë shteti, ne s'mundemi ish paralel. Dhe kështu që kjo është një histori që tashmë ka dalë në dritën e diellit dhe kuptohet qartë kuptohet qartë se si ka funksionuar dhe vazhdon të funksionojë shteti shqiptar si një organizatë kriminale. Dhe kjo, thash, nuk është pa dijenin e kryeministrit, nuk është pa dijenin e organeve ligjzbatuese që janë detyrimin ligjor të hetojnë çdo veprimtari të palishme, qoftë kjo bëhet edhe nga kryeministri i vendit. Kështu që zoti Agasi edhe kushdo tjetër nuk ka vepruar në palishmëri, të kuptojmë, ka qenë vetë shteti, ata e kanë bërë tamam ato. Ata nuk janë ruajtur nga shteti. Ata ka patur në dorë emëronin, çemëronin drejtora policie, drejtuesa policie, pra kanë deportuar në gjithë organet ligjzbatuese, ka pasur akses në drejtorinë, në çdo lloj drejtorie, në burgje, në ministrinë e brendshme, pra kudo. Kështu që kjo nuk është diçka që e zbuloi shteti. Shteti është vetë ky. Pra këta e vetë shteti. Dhe kjo është ajo që thash pak më parë që këtu nuk është tërësi e kriminuar, në shteti gjithë inkriminuar. Dhe kjo, sepse kjo është u kthye në platformë, është një platformë e madhe, ne kështu do qeverisim. Dhe prandaj që ajo të kthemi te qeveria teknike, nëse këtu nuk bëhet një qeveri teknike, të zgjasë minimumi një vit, që të çmontoj të gjithë institucionet e kalbura, të kapura nga krimi organizuar, nga patronazhimi, të kapura në detaje nga pushteti, që të çmontohen të gjitha ato dhe qytetarët të shkojnë të votojnë të lirë, është e pamundur që të ndryshojë situata, sepse ti mund të shkosh në qeverinë teknike 2 muaj, 3 muaj, po Pushteria e Tiranës i fiton zgjedhje, sepse ka strukturat gati, ka policinë, ka gjitha të ngritura. Po, nëse ndjekim rastin siç e bëri Maqedonia e Veriut, pas Gruevskit që bëri qeveri e cila zgjati 1 vit e gjysmë, mos gaboj, pasi u çmontuai gjithë ajo që kishte ndërtuar Gruevski, atëherë është lirua edhe elektorati në maksi patronazhimit dhe shkon në zgjedhje dhe situata ndryshoi dhe Maqedonia ja kur shtot aty s'ka asnjë lloj problemi nga pikpamja e zgjedhjeve kështu me radhë.